Zonja Osmani nuk ka mbështetje publike. A mund të ketë mbështetje të fshehur në këtë drejtim, kjo është çështje cilën nuk e di. Mirë po, publikisht, asnjëri nga subjektet politike nuk i ka dhënë mbështetje kandidaturës së zonjës Osmani. Dhe madje sinjalet e mesazhet që i kanë dhënë subjektet politike janë në kërkim të një emri tjetër. Ose marrëveshje politike. Ose një marrëveshje politike që nxjerr një emër tjetër, sepse ndryshe nuk mund ta përkthejmë këtë. Për shembull, kë e keni fjalën për PDK-n, e keni fjalën? Edhe për LDK-n. Pra, edhe LDK-ja dhe PDK-ja po kërkojnë një marrëveshje politike që e nxjerr një emër tjetër dhe nxjerr nga loja kandidaturën e zonjës Osmani. Për mua është e çuditshme se edhe vetvendosja po dëshiron një opcion pa Vjosa Osmanin. Po dëshiron? Ku po e lexoni? Nga mungesa e përkrahjes të fuqishme? Nga mungesa e përkrahjes publike. Pra nuk ka asnjë rast që vetvendosja është deklaruar publikisht që e mbështet edhe një mandat Vjosa Osmanin. Ju e keni pa në të gjitha rastet kur zoti Kurti është pyetur për këtë çështje, ka thënë që ne do të ulemi me partitë opozitare për ta si thuash dakorduar për të konsultuar. Po, ose finalizuar këtë proces. Tani disa informata të ndryshme kanë qarkulluar që zoti Kurti i ka dërguar mesazh zonjës Osmani, i ja ka kërkuar 20 vota jashtë votave të vetevendosjes. Dhe në rast që zonja Osmani konfirmon këto vota, atëherë votat e vetevendosjes do të jenë në tavolinë. E kështu me radhë, pra këto janë çështje të cilat janë, si thuash, okulare, jo zyrtare, por publikisht asnjëri nga subjektet politike nuk i ka ofruar mbështetje zonës Osmani, që ka lënë për të kuptuar që mundësia që ajo të marrë edhe një mandat është shumë i vogël. Ju thoni shumë e vogël, sepse ka interpretime ndryshme dhe fundit kanë drejt njerëzit të analizojnë, gjykojnë në forma ndryshme. Plot mysafirë që kanë pasur kanë thënë që në fakt zonja Osmani është në pole position, në pozitë shumë të mirë për të rikonfirmuar, pasi tjerët duken që kanë edhe më pak gjasa, përveç zotit Haradinaj, nuk është se kemi parë dikush. Unë e gjykoj që zonja Osmani mund të mos bëhet presidente edhe për faktin që Kosovës i mungon ambasadori amerikan. Për shkak që ka një të ngarkuar që kishte takuar dje zonja Osmani. Ka të ngarkuar, por nuk është aktiv edhe shumë, si thuash, kështu me ndikim. Ambasadori do të lunte një rol krejt tjetër dhe gjykoj që mesazhi edhe insistimi edhe ndashti preferenca amerikane do të ishte Vjosa Osmani. Dhe kjo natyrisht do ta ndryshonte lojën. Zonja Osmani publikoi pikërisht sot një mbështetje që erdhi nga Kongresi Amerikan. Sakt. Pra, aja prapë paraqitet si ka përkrahjen amerikane. Do të thonë, por mesazhet që po i dërgon Shtetet e Bashkimit Evropian nuk preferojnë shumë opcionin e Vjosa Osmanit. Ku e vreni këto? Po sot për shembull ambasadori britanik tha që unë pres bashkëpunim nga partitë politike për zgjedhjen e presidentit të ri. Pra nuk tha unë pres bashkëpunim për zgjedhjen për çështjen e presidentës, por tha unë pres bashkëpunim për zgjedhjen e presidentit të ri, çka nën kupton. Vetë kjo më neutrale nëse lexojmë tash, po bëjmë pak luftë semantike këtu, po ndoshta për një ambasador më mirë është thuhet kjo se sa thuhet për zgjedhjen e presidentës, sepse ai pastaj do duket si ndërhyrje. Jo, zakonisht është përdor termi për çështjen e presidentës ose për çështjen e presidentës. Pra, për pozitën e presidentës. Pra, një koncept neutral në komunikim. Ndërkaq sot zoti ambasadori britanisë nuk ishte as pak, si thua, neutral, tha që pres bashkëpunim nga partitë politike për të zgjedhur një president të ri. A mundet që për shkak që kaloi, pra edhe për mars ka buxhet, praktikisht, kaloi një 12-a, a mundet që ne të befasohemi të shkojmë zgjedhje të reja? Pra, që kjo çfarë po shohim, që në dukje prej ne si gazetarë dhe ju si antar shoqërisë civile, do të sali ju mund të jetë edhe se ne nuk po e shohim shumë gjëra janë prapa